Djali ka qenë 6 vjeqe kërë ardhë kufoma, e majke flamurin të arkivolit, që i kishin qitë në arkivol, e qështu e në gjëkse majke, e paloj, kjo është flamur i babit. Du me thonë, u bindë edhe aj, e panë, u vorës, ajo është realiteti, abde? Kështu ta shumë së më isha me thonë, po, vala, ta jënë një, dy, ju bëjsha pak ma, kisha dëshirë me se ata fëmi, më rritë pak me... Po ju ke folë për moshën që e kanë? Për moshën, atyre, kur erdhe rosti, nuk patëm asë, të në bindem edhe une edhe gjithë. Po, zonja Haraqia, pak më herët e cekët që familjarët kanë ndihmu edhe ta kanë mundësu për me u punësu, në mënyrë që me u kujdes për fëmijët. Po të regon pak sa ka qenë e vështirë kjo periudhë me kujdesin të fëmijëve, fatmirësisht që une... gjitha këto angazhime. Une për thëmë e pata një ndjenë, se na nisha vetë, po vjera më dhemke edhe më shumë. A di pse më dhemke, se ajo i hupi i krejt, edhe duke që du na më ndimu. Në fillim ajo ishtë shumë keqë, që të regova me gjendje shëndetësore. Ajo urdzoke, tu hecë urdzoke. Edhe unë, dhe Zoti, kuptohet, më ka ndimu, po adin tu e ndimu, adin që thisha se del genci, kështu, adin, ja zbukuresha pakës, me hongër e mu forcu. Unë i bona ndirë dhe vetit, ma atë punë. Ajo u bo pak ma fort, ma ndej, edhe forcë dhimbjen që e kish, e kthejnë fort e në fëmi. Forcë murë për fëmit e mi. Edhe ajo mu, qysh me të thonë, ishtë një fatbarësi për mu, se familja e më kishin ndimu, po jo si personin që e ki për ditën shpi. Ajo u kujdeske, e lajsha, unë dilë shampun, e lajsha në shpi, dira ishe qilne. Fëmit nuk kisha frikë, se ishin shumë të vegjel. Hajde këta dy që isha në qerë dhe shembol. To vajza dilshin në shkollë, ju bëjke ushqimin, ju majke dhome në nëzet, do më të thotë për kunder gjithë asaj dhimbje, ajo ka qenë një gru shumë e fort dhe shumë e menqme. Por krahës mundësis që nuk u shkullu shumë, se ka qenë gjenerat ma asi, ka qenë te për e menqme. Po një krahë shumë e fort për juve. Edhe ka menagju edhe dhembjen me mamë. Une ku marrë edhe mësim prisej, për shumë raste, se e shisha që asi, se theke une me bo shumë tepër, theke njerës nuk më vinë me më pa. Po. Mere me masha mendojke. Edhe kështu që mu gjeta ja shumë. Shumë më kanë dimu, hala fëmive ajo mënyrën tjetër, po ajo vike ndërko verës, kështu. Djali kunatës edhe tepër u kujdes, ajo vike rike pak ma gjatë, se fëmit ishin e dyqysh u merke me ta. Ata u knaqshin, se kishin nevoj, qashtu djali agjës që të regova, qashtu këtë familje e me shkojsha me, na kemi zakon edhe bujen, bujshim gjati, kisha fëmit e motrave gjenerat, adin, do me thonë, është fati malë që e ke pas afer. Po, i kisha dëshira, ata mu disponu. Kështu që më ndihmoj shumë ajo, se unë dilë shampun, po e lejsha. Po. Po sa i përket institucioneve në këtë periudhë? Unë më spizgati shumë. Pas për krahje? Institucionet. Po, me mundësin e vetë dhe ata, në krejtë Kosova kena qenë në luft. Nësë mu i me thonë, jo ti më ndimove, mu së së më ndimove. Na kemi qenë gjithë... Po për shkak të familje ka që të madhe si familje. Po janë kujdes, janë... Kujdes financiar, me sigurim. Financiar s'kanë mujtë, në fillim, ti e di, ata së pensiones kishin, po nuk... Kështu na kanë ndimu në anën tjetër, jo vërezat, do me thonë na kanë vërros, na nuk kemi pas nevoj me bo. Po. Ka një gjim pension na jepshin, po unë e thash, materialisht zgjidhen, po që kjo për kraja morale, po normal që na veç dumi të seke dhe dishka, unë na femnat, jo, s'pë thëmë vitë Gjakovës, veç kena të regu një forcë. Forcë tjerë zakonshme.